Në shkollë erdhën në kohën e caktuar për nisjen e mësimit, por mbrapsht u kthyen më herët. Fiks një orë para kohe, këta fillorist të klasës së 6 të shkollës Beqirgashi në Mleqan të Malishevës i mësyen shtëpive. Njëjtë si këta janë edhe ata të klasave 7 deri 9. Qysh prej kur nisi viti shkollor në shtator, këta se mbajtën asnjë orë të gjuhës gjermane. Mësimdhënësi shkoi jashtë vendit e nuk u pasua me një të ri. Arsimtar gjuhës gjermane nuk kena që një vjetë edhe gjatë të orës ose shkojnë shpe ose lumë edukot fizike. Qejf thonë se kanë që ta mësojnë atë. E shko ma mirë se kësha mësu gjuhën ma mirë. Kjo situatë i la edhe pa notim. Nuk kena pas arsimtar gjermanishtes, edhe kur kena shku për shembull me ngu notat, kanë thënë nuk keni not as në gjermanisht. Për gjendjen kaotike që u shkaktua tash, drejtori i shkollës thotë se njoftoi me kohë drejtorinë komunale të arsimit. Fillim qetësorit, ne shpallëm konkursa zakonisht. Edhe kom që konkursin për gjuhë gjermane 5 orë janë këto. E kom që atje, e kanë miratu ata, shakon, kuma pengesa, unë nuk e di. Edhe 2-3 herë i kom kontaktu me ta, jo e bina, nuk ka pas dhe që ta kur farë mësusi nuk ka ardhur. Nga DK thonë se i hapën 2 konkurse, por nuk pati interesim. Ndaj një zgjidhje po e premtojnë nga java e ardhshme. Kemi marrë masat dhe kemi bisedu me mësimdhënës të cilët janë të angazhu në gjuhën gjermane. Edhe unë shpresoj që për ditës hënë do të fillon edhe mësimi edhe në gjuhën gjermane edhe në fshatin Mleqan. Ky veprim sipas Berishës nuk u ndërmarr deri më tani, pasi pati pritshmëri se do të ketë kandidat që do të aplikojnë në konkurs për këtë lëndë.